Juris Beqa, vdekja që s'duhet të ekzistonte, shteti që nuk ekziston, turpi që s'ka emër. Shqipëria është vendi ku njerëzit vdesin duke punuar, ndërsa zyrtarët jetojnë si të ishin në Zvicër. Vendi ku klasat politike përleshen për vota, për poste, për tendera, por heshtin për jetën. Vendi ku një djalë 21 vjeç vdes në punë dhe askush nuk lëviz. Asnjë udhëheqës, asnjë ministër, asnjë deputet, asnjë opozitar që sheh politik edhe te vdekja. Vendi ku jeta e njeriut është më e lirë se një karikator telefoni. Ky është Shqipëria e vitit 2025. Dhe ky është Juris Beqaj. 21 vjeç. Një djalë që s'duhej të ishte as përmendur në lajme, sepse duhej të ishte gjallë. Të punonte, të ëndërronte, të jetonte jetën që i takonte. Por në vend të kësaj, Jurisi u bë statistik. Numër. Lajm. Titull i zbet në media që do harrohet brenda 24 orësh. Ai vdiq në punë. Jo në aksident automobilistik. Jo nga ndonjë sëmundje e paparashikuar. Jo në ndonjë fatkeqësi natyrore. Ai vdiq sepse ky shtet është i kalbur. Sepse institucionet janë bosh. Sepse punëtorët nuk janë njerëz, janë vegla. Sepse në Shqipëri jeta e njeriut nuk vlen. Fabrika pa mjek. Ambulancë që nuk përgjigjet. Shtet që nuk ekziston. Juris Beqaj punonte në një fabrikë. Si mira të rinj të tjerë që punojnë për të mbajtur familjet, për të mbuluar qiran, për të siguruar bukën e gojës. Në një vend normal, një fabrikë duhet të ketë mjek. Duhet të ketë kushte. Duhet të ketë siguri. Duhet të ketë kontroll. Duhet të ketë shtet. Në Shqipëri, ka vetëm fitim. Punëtorët të rinj e të moshuar punojnë me orë të gjata, nën presion, nën frikë, me rroga qesharake dhe kushte që nuk do i pranonte askush në një vend të qytetëruar. Kur Jurisit ju përkeqësua gjendja shëndetësore, shokët e tij bën gjën më normale në botë, telefonuan ambulancën. Askush nuk u përgjigj. Thirrjet u injoruan. Shpresa u vra. Dhe bashkë me të, u vra një djalë 21 vjeç. Në një vend normal, kjo do quhej krim. Neglizhencë shtetërore. Vrasje nga mosveprimi. Në Shqipëri quhet fatkeqësi. Në vendin ku ministrat po luftojnë gjinin, punëtorët po varrosen. Në të njëjtën ditë, në të njëjtin vend, ndërsa familja e Jurisit përgatitej për dhimbjen më të madhe të jetës së tyre, Shqipëria merrej me një debat cirku, ligji për gjinin. Protesta, sharje, debat televiziv, statuse analfabetësh politik, njerëz që shtiren sikur kjo është çështja më e madhe e këtij vendi. A thua ky popull nuk e di çfarë është burr dhe çfarë është grua? A thua ky vend nuk ka probleme të tjera? A thua ky shtet ka arritur majat e civilizimit dhe tani po merret me filozofi identitare? Po Shqipëria po vdes. Punëtorët vdesin në punë. Të rinjt ikin nga vendi. Spitalet janë të boshatisura. Ambulancat nuk përgjigjen. Fabrikat shfrytëzojnë punëtorët si sklever. Rrogat janë minimale. Çmimet janë maksimale. Por politika merret me ndarjen e burrave dhe grave. Turp. Ku është shteti? Kush mban përgjegjësi? Ky shtet ka milionera. Ka vila. Ka makina 200.000 euro. Ka ministra që bëjnë pushime në Dubai, Bali dhe Francë. Ka deputet që nuk din as ligjet që votojnë. Ka oligarqi që kanë para më shumë se gjysma e popullsisë bashkë. Por nuk ka një ambulancë që të përgjigjet. Ky vend ka koncesione shëndetësore miliardëshe. Tendera farmaceutik pa fund. Miliona euro të shpenzuara për fasada spitalesh, konferenca dhe marketing. Por nuk ka mjek në fabrika. Kontroll të kushteve të punës. Përgjegjësi institucionale. Drejtësi. Shteti nuk ishte aty kur Jurisit i duhej. Atë ditë, Shqipëria nuk kishte shtet. Ku janë deputetët? Ku është opozita? Ku janë ata që bërtasin në parlament për popullin? Parlamenti ynë bën zhurmë vetëm për veten. Deputetët kapen me karrige, me statuse, me ofendime mes tyre. Flasin për korrupsion vetëm kur u leverdis politikisht. Flasin për drejtësi vetëm kur u intereson për vota. Sot, deputetët nuk dolën për Jurisin.
Sot, as pushteti, as opozita nuk kërkoi hetime. Nuk denoncoi asgjë. Asnjëri prej tyre nuk ishte atje. Asnjëri nuk e përmendi. Sepse jurisi nuk ishte i tyri. Nuk ishte biznesmen. Nuk ishte oligark. Nuk ishte donator partie. Nuk ishte influencë. Ishte thjesht punëtor. Dhe në Shqipëri, punëtori nuk ka zë. Nuk ka vlerë. Nuk ka shtet. Politikanët tanë flasin vetëm për veten e tyre. Kosmetike. Kamera. Propagandë. Çdo gjë është shfaqje. Ndërsa një nën humbi djalin e vetëm dhe askush nuk pyeti. A e dëgjuat ndonjë lajm? Jo. Sepse ky vend është mësuar të heshtë. Media e kapur, televizione me porosi, portale që shërbejnë pushtetit. Një djalë vdes në punë, heshtje. Një oligark ndërton resort në tokë publike, asnjë hetim. Në Shqipëri jeta nuk ka vlerë. Skandali nuk ekziston. Krimi fshihet. Dhe fajtorët mbeten të lirë. Jeta është kaq e lirë sa vdekja s'përbën më lajm. Ky nuk është aksident. Ky është krim. Le ta themi qartë, pas bukurime. Krim është të mos kesh mjek në punë. Krim është të mos përgjigjesh kur të telefonon një jetë në rrezik. Krim është të lejosh punëtor të punojnë pa kushte. Krim është të mos ndëshkosh askën. Krim është të fshehesh fajin. Cili është ndryshimi mes një shteti që lë një të ri të vdes dhe një shteti që e vret me dorë? Asnjë. Në të dy rastet i ka marrë jetën. Në të dy rastet nuk ka drejtësi. Po familja? A mendoj kush për ta? Një nën sot qan. Një baba sot ul kokën. Një familje është shkatëruar. Ata nuk kanë zë. Nuk kanë podium. Nuk kanë kamera. Nuk kanë pushtet. Ata kanë varë. Dhe çdo prind në këtë vend është i rrezikuar. Asnjë prind nuk duhet të varros fëmijën. Fëmia duhet të varros prindin. Ky është rendi i natyrës. Por në Shqipëri natyra është kthyer përmbys. Ku janë institucionet? Ku janë akuzat? Ku janë hetimet? Për një drafliq të gjinis dolën 10 deputet të bërtisnin në për studio. Për një djalë 21 vjeç të vdekur, heshtje. Është kjo drejtësia? Është ky shteti? Është ky morali i një kombi? Jo. Kjo është tradhti. Tradhti ndaj qytetarëve, tradhti ndaj punëtorëve, tradhti ndaj njerëzimit. Në çdo vend normal, drejtori i fabrikës do ishte arrestuar. Institucionet e punës do ishin kallëzuar. Ambulanca do merrej në hetim penal. Ministria do jepte përgjegjësi. Në Shqipëri? Asgjë. Juris nuk është rasti i parë. Dhe s'do jetë i fundit. Punëtorët vdesin çdo vit në punë. Në ndërtim. Në fabrika. Në galeri. Në transport. Në bujqësi. Dhe askush nuk mban përgjegjësi. Askush nuk jep dorëheqje. Askush nuk fajsohet. Sepse ky nuk është shtet i qytetarëve. Ky është shtet i pasanikëve. Populli punon. Pushteti paguhet. Populli vdes. Pushteti hesht. Zgjohuni. Sot ishte jurisi. Nesër mund të jetë një tjetër djalë. Një tjetër vajzë. Një tjetër baba. Një tjetër nën. Njëri prej nesh. Një njeri që punon për të mbajtur familjen. Në një vend normal, këto histori do ishin revolt kombëtare. Në Shqipëri janë thjesht statistikë. Por kjo histori nuk duhet harruar. Kjo histori duhet të ndisë zjarr. Kjo histori duhet të bërtas. Populli duhet të ngrihet jo për fjalë të kota, jo për spektakle politike, jo për seminare identitare, por për jetën e vet. Jetë dhe dinjitet. Kaq kërkon një punëtor. Heronjt janë në fabrika, jo në parlament. Ata që punojnë janë heronjt e këtij vendi. Ata që vjedhin janë turpi i këtij vendi. Ata që heshtin janë bashkëfajtor. Në këtë shtet, punëtori nuk ka as zë, as kamera, as mbrojtje. Dhe nëse populli nuk ngrihet, ky vend do vazhdoj të varros të rinjt e vet. Fjalë të fundit për jurisin. Ai nuk u duhet të ishte lajm. Duhet të ishte gjallë.
Duhet të ishte në punë. Duhet të kthehej në shtëpi. Duhet të qeshte, të punonte, të ndërtonte të ardhmen. Por Shqipëria ja mbylli rrugën. Nuk ishte zemra e tij që ndaloi. Ishte shteti. Kjo nuk është tragjedi. Kjo është akuzë. Akuzë ndaj qeverisë. Akuzë ndaj opozitës. Akuzë ndaj institucioneve të kapura. Akuzë ndaj sistemit të kalbur. Akuzë ndaj kujtdo që hesht. Dhe sot, populli duhet të flasë. Mjaft. Drejtësi për Juris Beçajn. Drejtësi për çdo punëtor shqiptar. Drejtësi për çdo jetë që u vra nga braktisja. Sepse kur shteti vret me heshtje, populli duhet të bërtasë.